Për herë të parë, forcat e jashtme dëshirojnë që të mos ketë sukses procesi i zgjerimit të Unionit, vlerësoi Eurokomisaria Marta Kos. Në vizitën e saj në Çeki theksoi se bota shpejt po ndryshon, ndërsa zgjerimi patjetër të ketë sukses për shkak se sjell stabilitet dhe siguri në Europë. And together we must stand up to autocracies who would like to see us fail. We are in a new phase of the enlargement process. Never before there have been disruptive external forces who would like to see us fail. Now, for the first time, there are huge disinformation campaigns. I pari i Këshillit të BE-s Antonio Costa në Sofje me krerët e lartë shtetëror ka folur edhe për zgjerimin, ndërsa nga gazetarët konkretisht u pyet nëse Maqedonia së shpejti do të fillojë negociatat, duke miratuar ndryshimet kushtetuese të theksuara në propozimin francez. Still, we will continue working with the different countries, namely with North Macedonia. Then we count with the effort of all the countries to overcome problems, to solve problems, to address in the right way the different questions, and to ensure effective enlargement in during this institutional cycle over the next 5 years. Costa u takua dhe me presidentin e Bullgarisë Rumen Radev. Sipas Radevit, zgjerimi i Bashkimit Evropian e ka përkrahjen e Bullgarisë për shkak se procesi është garanci për stabilitet, por i njëjti duhet të jetë i pakthyeshëm te secila nga vendet kandidate. Nuk është në rregull që të lejojmë që prapa ambicjeve për antarësim në Bashkimin Evropian të fshihen prishje të parimeve dhe të drejtave të njerëzit. Përndryshe, para Koshtës në Sofje ishte edhe euroambasadorja Marta Kos, e cila pastaj paralajmëroi se do të zhvillojë bisedime me politikanët nga Maqedonia. Autoritetet vendase thonë se kanë komunikim me të, por se nuk do të zbulojnë informacione për të lënë hapësirë që procesi të jetë i suksesshëm.